Kam shumë pyetje për të bërë sot, po më shoj një kuriozitet para se të shkojmë tek intervista. Më mirë është tek burgu i burrave apo tek burgu i grave? Ku është më mirë shërbesh? Burrat, gjithmonë burrat. Pse? Kemi nisur intervistën? Po, kemi filluar, jemi vetë. Se nga që më thes para se të shkojmë, po burrat se janë më komod, nuk merren me llafe. Janë më të pastër, nuk kanë kërkesa, nuk bëjnë skena. Nuk kanë kërkesa si? Jo, kërkesa kanë, po nuk kanë kërkesa të çuditshme, nuk janë të bezdisur. Ndërsa gratë, lemeri. Imagjino një vend të mbushur vetëm me gra, të lloj-lloj soi kulturave, lloj-lloj soi mentaliteti, të moshave të ndryshme, të krimeve që kanë bërë nga më të ndryshme, nga ato më banalet si vjedhje e deri tek ato më makabre të vrasjes. Bëhet si çfarë thashë themesh, intrigash, pislliqesh. Ndërsa burrat kanë çka kanë me veten e tyre, zihen edhe aty shumë, po më shumë kur ka ndonjë sherr tek tuk merren gardianet burra, ndërsa te gratë jemi vetëm ne, gra me gra. Nëse te burrat ka më pak sherrë, shumë më pak, te gratë ka më shumë. Zihen me llafe nga më të ndyrat. Kapen për flokësh, ç'do të them? Ato zihen me njëra tjetrën siç do të bënte kushdo nëse do duhet të jetonin në një shtëpi me 200 gra të tjera që nuk i kishin takuar kurrë më parë. Gjithmonë do të ketë një të paktën, një person që ta acaronte gratë. Ndërsa burrat janë më fjalpak. Sa vite ke si gardiane? Mbi 10 vite. Vazhdon punon atje? Jo, kam hequr dorën, më shkarkuan. Pse? Më akuzuan se godita një nga të burgosurat. Ishte e vërtet kjo? Jo. Po, e vërtet ishte që u konfliktova me të, por jo që e godita. Nuk e kam goditur kurrë, se kam ngritur kurrë dorën ndaj asnjë të burgosur, i betohem. Po, ndonjëherë situata eskalon dhe sado edhe ne po njerëz jemi, ka ditë që nuk kemi nerva, ka ditë që nuk jemi mirë me shëndet, dhe na lë nervat edhe ne. Si që thash, në burgun e grave duhet të kesh shumë nerva. Më shumë se sa përgatitja fizike, ajo profesionale, më shumë të duhet të kesh nerva. Se me gratë nuk ja del dot. Tani ishte njëra. Kjo u bë shkas që më hoqën. Një plak e ndyrë. Po kur them e ndyrë. Të gjitha i ngacmonte, i shante. Po nuk ishte e vogël. Ishte 60 vjeç. Po e dinte që s'kishte për të dalë nga burgu, të paktën jo për 20 vitet e ardhshme. Dhe e kishte ndërmendjen që aty do rrinte. Kishte vrarë burrin, se i kishte kapur me dashnore. Dhe në asnjë moment nuk kishte shfaqur pendes, madje edhe atje në burg e tregonte me krenari. Shtonte edhe që e dhunonte, po sipas saj kishte marrë hak. Ç'bënte kjo? I bënte rreshtore ato që vinin të reja. Ne e dinim. E kishim raportuar disa herë, kishin marrë masa, po ajo vazhdonte. Ato kona kishte ardhur një vajzë e re. Nuk i kishte as 30 vjeç më avria. Kjo sa erdhi e futi një shënjestër. E dinim në skenën dhe ishim vigjilente, sa herë ishte afër saj, çfarë nuk i bënte. Një ditë e kishte lënë lakuriq, se di me çfarë i kërcënonte, se nuk i kemi gjetur ndonjë senda, ndonjë gjë, po më shumë është çështja e hierarkisë, nëse e kishte mirë me të, e kishte mirë me të gjitha. Ditën që u konfliktova me të, e gjeta në banjë, e kishte kapur këtë të ren, dhe e fuste kokën në sifon. Ajo u luriste, shkova me vrap, nuk e lëshonte. Mu desh që ta shtyja, që ta liroja. Aty u bë pak delikate çështja dhe e kam shtyrë disa herë. Po jo dhuna, se thjesht doja t'ja hiqja nga duart këtë të ren. Po duke qenë se ishte problematike edhe në burg, pse të pezulluan? Po, shiko tani.
Sepse kjo e reja e mohoj që ajo po e dhunonte. Pse? Po, ka frika besoj. Burgu është një vend që askujt nuk ja uroj. Ka shumë anë të errta, shumë situata, njeriu kalon në lloj gjendjesh. Disa shkallojnë se nuk e përballojnë dot. Kjo gruaja vazhdon të jetë në burg? Po e kanë qetësuar, më kanë thënë. Mua më bën kur ban kot. Të kanë ngacmuar ndonjëherë seksualisht? Gratë? Gratë janë të papara mu. Po jo me ne, me njëra tjetrën. Shaf janë për tek burrat, po kjo përgjigja më intrigoi prandaj. Te burrat, jo, ka edhe ndonjë tek këtu, po jo, shumë rrallë, nuk ndodh. Ata kanë takime speciale, vetëm ndonjë i mbaruar. Batuta pastaj ka, si nuk ka, ata kanë qef të ngacmojnë, por aq nuk kanë shkuar deri aty sa të ngacmojnë ta. Ndërsa gratë, duhet t'ju kuptoni që ato që janë atje janë të braktisura nga familja, miqt, nuk kanë asnjë, jo të gjitha, po shumica e tyre, dhe nuk kanë shumë takime speciale dhe sajojnë me njëra tjetrën. Ma do që pyetje nëse ke patur ndonjë lidhje me ndonjë të burgosur. Jo, këto janë histori filmash pastaj. The që gratë sajojnë. Si sajojnë? Çdo thot sajojnë. Ti e kupton tani se nuk i themi do të gjitha që kam parë. Po ti prandaj edhe mas këtu që thuash ato gjërat që thua dot. Po, e kam me turp, e kam zgjidhur mirë që burrat nuk shërbejnë me gratë, se nuk do kishin shpëtuar gjallë. Aq sa mund thuash, çfarë ndodh aty brenda? Se shiko, edhe një ndryshim tjetër mes burgut të grave dhe burgut të burrave, është se grave kur ju thua jo, nuk ju pëlqen, protestojnë, sillen keq. Sepse janë më shumë hormonale, sidomos kur janë në ditët e tyre bëhen më të padurueshme. Nuk ishte kjo pyetja ime. E lam tek mënyra se si sajohen. Të të ndihmoj pak. E ke fjalën për marrëdhëniet seksuale aty brenda në burg? Po, Si plotësojnë nevojat seksuale e gratë? Pse nuk ka një partner që i viziton ato në takime speciale me njëra tjetrën? Po ma bën pak të vështirë si intervistë. Nuk mund të vazhdojmë me po ose me jo. A mund të më shpjegosh se si çdo të thotë sajojnë? Si sajojnë? nuk ka gjëra të këndshme shumë për të thënë. Lërja shikuesve të na gjykojnë. Ti pyetje si e bën gratë? Po. Me lloj mënyrash, sendesh, mjetesh dhe me njëra tjetrën. Dhe kjo e fundit është më problematike, se me sende dhe mjete që kanë në burg është mirë, se asnjë nuk i gjykon, se kanë nevojat e tyre, puna më ka mësuar që në ato kushte që janë, s'kanë që bëjnë tjetër dhe duhet të shkarkojnë diku. Po pastaj kur ngatrohen me njëra tjetrën, kjo bëhet pak më e komplikuar, sepse për shembull ishte krijuar një çift në burg që ne të gjitha e dinim, por nuk i ngacmonin se ato kryenin thjesht nevojat e tyre, mirë po kjo solli xhelozi edhe te gratë të tjera, se këtë vajzën që kishte kjo gruaja si të dashur, nëse quhet kështu, e donte edhe një grua tjetër dhe nisën konfliktet me njëra tjetrën. Dhe në këto raste bën më keq, se kur zihen jashtë për të dashur është ndryshe. Pa aty s'kan shumë opsione, ndaj nëse një grua shkon me një grua tjetër, kthehet si një lloj orgjie, sepse duan edhe të tjerat. U bë pak problem në atë kohë, se nisën sherrët keq, por pastaj njëra nga gratë u bin që duhet ta ndante edhe me ato që kishin dëshirë, ndryshe pastaj të kishin pasoja e do humbisnin të gjithë. Kjo bëhet me konsensusin e palës tjetër, apo si në rastin e dhunës që më the në fillim? Ja, është më është me pëlqimin e saj, me pëlqimin e grave, sa në të kundër kthehet në prostitucion. Në rast tilla nuk besoj, nuk kemi patur. Kur këto dy gratë shkonin me njëra tjetrën, u bën pre sulmeve dhe xhelozive dhe vetmja mënyrë ishte që këtë vajzën ta ndanin, se do të kuptosh edhe diçka. Janë të mëdha në moshë. Më të rejat janë objekti i pëlqimit të tyre. Dhe kjo vajzë e re kënaqte edhe veten, po edhe tjerat nëse donte ajo, por kjo që kishte në fillim nisi të bëjë xheloze, nuk e linte, ndaj nisën konfliktet me gratë të tjera. Si mendon? Lesbike janë kthyer nga halli, apo për nevojat që kanë aty brenda, apo thjesht jashtë kanë qenë të frustruar dhe aty brenda kanë shpërthyer, domethënë dëshirat e tyre seksuale? Këtë se di, po
aty gjërat janë më të thjeshta. Kush rri analizon ama me qafsh të bëjnë që të duan me veglat e tyre. Sa janë në rregull pra aq kohë sa funksionon rendi dhe rregulli në burg, se di të të gënjej kot, se di, ka nga ato që janë me 4 klasë shkollë, nga ato që janë me shkollë, pavarësisht krimit që kanë bërë. Kur vjen puna atje, një lloj sillen, një lloj më duket. Ti vetë, ke patur ndonjë tërheqje ndaj ndonjë të burgosurit? Ja, as për gra, e as për burra. Unë jam e martuar, jam e lumtur me burrin dhe kur s'më ka shkuar mendja për kështu gjërash. Ka patur raste jashtë Shqipërisë që gardianet shkonin me të burgosurit. Mund të ndodhë kjo? Ka ndodhur ndonjë rast këtu tek ne? Sa ndodhur, jo të gratë e burrat, një kolegja ime shkonte me njërin atje. E dinin gjithë, po, nuk flisnin se... E dinin tërë. Po nuk kishin frikë se ai ishte shumë i rrezikshëm dhe kishte shumë influencë. Asnjëri nga ne nuk ja mbante. U zbuluan më vonë, kjo u pezulluan, do njëherë doja ta pyesa se mos ai e kërcënonte, a kishte frikë, po s'na donte mendja. Ai e luante të gjithëve. Edhe me kolegë kishte shkuar, po kur nisi me atë të burgosur, gjërat u bën shumë serioze. Dhe vetëm me atë shkonte, por edhe sepse ku t'ja mbante të merrej me të. Flitet shumë për kushtet e burgjeve, për këto burgjet VIP, kryesisht tek burgosurit VIP. A jetojnë vërtet në luks ato aty brenda? Po ç'luks do kesh aman aty brenda mes 4 mureve, ç'luks do kesh, nuk është jeta ajo. Sa do të thonë që kanë televizor, hanë e pinë mirë, sa do, në burg janë aman, ç'jojnë ata. Po, 4 burgosura VIP që jo vetëm burra edhe gratë, te gratë ishte njëra super garipe, ajo ishte futur për trafikim lëndësh narkotike, ndaj ata që ishin jashtë e mbanin mirë besoj, çfarë nuk i sillnin brenda dhurata televizor. Njëri solli një parukiere, një masazhatore, ishte pa parë. Po, gjëra për të ngrënë sjellin nga restorantet e shtrenjta, po ato kontrollohen. Ne te gratë nuk i lejonin fare se nuk kishim shumë mjete të avancuara për t'i kontrolluar se ç'kishin brenda në ushqime, se nuk është halli vetëm për ndonjë send, ndonjë gjë të ndaluar, mund të ketë helm aty brenda, ndërsa te burrat ka patur që të burgosur VIP-a që nuk hanin nga spitali, sillte një restorant, një dorë, që edhe po të ndodhte diçka, di se kush ishte, pastaj lukse tjera man, vinë vajza shumë me pagesë, në takime speciale, njëri ka palesë të organizuar vetëm për të, dikujt tjetër t'i vinë filipinezët e shumë. Po janë këta që kanë lekë, që janë më të famshëm, po së të qofë në burg janë aman, edhe dhe ma falin atë lloj luksi, nuk e dua, kur i ka man, shjetësha. Cilat janë detyrat e një gardiani? Ti çfarë bën aty brenda? Unë sigurohesha që gjithë regjimi brenda sistemit penitenciar të funksionojë pa probleme, që gjithë stafi të jetë në vendin e duhur dhe të bëjë gjën e duhur dhe të sigurohem që të gjithë të burgosurit të kenë kujdes të mirë, si nga stafi dhe si nga njëra tjetra. Një rendi. Unë isha në thelb përgjegjëse për drejtimin e përditshëm të asaj që ndodhte në njësinë time në burgun tim. Unë flisja me të burgosurit, flisja çdo ditë, ndonjëherë mund të jetë tepër e vështirë sepse janë vetëm një dhe ata shumë, dhe shumica duan shumë të flasin shumë, vetëm llaf. Po, ca duan të shfryen, ca të mbajnë me orë të tëra në muhabet, gjëja tjetër, e vështirë është të merresh me njerëz që mendojnë të lëndojnë veten, mendojnë të kryejnë vetvrasje. Kjo është pastaj më e keqja. Unë kisha detyrën të kujdesem ndaj tyre, ishte përgjegjësia ime. Shumë gra në kujdesin tim ka kaluar nëpër disa përvoja të tmerrshme dhe nuk janë gjëra që dëshiron ti dëgjosh çdo ditë, por gjatë kohës që kam punuar në burg, janë bërë më fort. Burgu i vajzave është shumë i ndryshëm nga burgu i burrave. Shumica e grindjeve janë për partner, siç u thash, ka më shumë tash e them edhe dramë se në çdo gjë tjetër. Të dhjetra telenovela turke janë. A flisin ato për krimet që kishin kryer jashtë? Unë nuk i pyesja. Nuk na lejohet të hyjmë në të tilla marrëdhënie sipas rregullores, por rregulloria është një gjë, ndërsa të punosh atje është një gjë tjetër. Do apo nuk do, ti do përfshihesh sepse duhet ti dëgjosh gjë sepse duan ato, ore
ose sepse të duhet ty. Ti duhet të dish çdo gjë që ndodh brenda burgut. Kush ka i natë kë, kush shkon mirë me kë, e shumë informacione që kur larg qoftë të përballesh me një situatë të vështirë duhet i dish gjërat. Më flisin edhe për ato që kishin bërë jashtë. Po, gjatë gjithë këtyre historive që t'ka ndërruar, ka ndonjë histori që t'ka lënë pa gjumë, që e ke menduar gjatë? Po si ja barku hapur ana, s'ke ke veçon të gjitha gjëra aty, nuk janë nga qefi, janë nga halli. Në një moment të jetës kanë bërë atë që kanë bërë, po që të them një vajzë që abuzoi nga babai rregullisht, që e vogël. Mama nuk e kishte. Një ditë e denoncoi, u përdhunua edhe nga ata të fortët dhe nuk mbajti, i mori thikën e burgut dhe e vrau. Ç'ti thua asaj? Ajo më mirë në burg se sa jashtë. Një grua pastaj që kishte vrarë burrin nga dhuna në dhunë, një jetë me dhunës e shkreta, i thua do pse e bëre. Njëra kishte marrë hakun e fëmijës, ja kishin vrarë dhe shteti bënde se hirë, vajti e gjeti e pam, ja tregoi vendin. Po, të tilla janë histori roz nuk ka atje. Ka krime të rënda, edhe krime të lehta, po aty kur futen janë njësoj, përveç një dy kokrave që thash janë me të privilegjuara se kanë bosët aty jashtë. Njëra kishte hyrë se kishte marrë përsipër fajin e të dashurit. Ai e mban këtu, pëllëm të dorës. Nëse është akoma aty ajo, se aty ishte si bosa atje. Nëse do të jepe mundësia të kthehesh në burg, do të kthehesh tek shërbet tek burgu i burrave apo tek ai i grave? Nëse më jepej te burrat, po, te gratë, jo. Jam ku më mirë, kam një biznes të vogël me familjen dhe jam ku më qetë se sa isha. Më dhe të më falin, s'ka më.